e paguajnë spakun me rroga astronomike, me shifra astronomike. Për nivelin e jetesës së shqiptarëve, spaku paguhet tmerrsisht shtrenjtë. Do ta bëj atë se s'bën, se nuk t'i japin lekët amerikanët që të mbash Edi Ramën në pushteti. Harroj atë. Spaku do zgjedh o kokën o Edi Ramën brenda. Zoti Islami, do t'ju lexoj pak pjesën e përgjigjes që Edi Rama i ka kthyer presidentit amerikan Donald Trump, ku thekson se po ju shkruaj për të shprehur vlerësimin tim më të thellë për angazhimin tuaj të fortë dhe udhëheqjen vizionare në themelimin e bordit të paqes, si dhe për t'ju falendëruar sinqerisht për ftesën që më keni drejtuar personalisht për të qenë pjesë e tij, si dhe për ftesën drejtuar vendit tim, Republikës së Shqipërisë, për t'i shërbyer si anëtare themeluese. Zotëri, nuk i ka dërguar ftesë personalisht Edi Ramës. Gënjen. Ai është gënjeshtar absolut, gënjeshtar domethënë profesionist gënjeshtar. Ai gënjen do gënjej dhe dheun që shkel vetëm që të rrinë pushtet, sepse ai e di që po i nga pushteti do vej të gjej ata kolegët e tij që kanë burr. Mëtej Edi Rama vazhdon se thot në një kohë kur konfliktet dhe përçarjat dominojnë shumë shpesh panoramën ndërkombëtare, paqja duhet formsohet aktivisht e jo të pritet pasivisht, a diskutohet pafundësisht në forume politike, teksa përreth globit jetë të pafashme humbasin kotësisht çdo minutë. Bordi i paqes shfaqet si mishërimi i kësaj domosdoshmërie urgjente, duke trajtuar njëkohësisht pasojat e menjëhershme të konflikteve dhe shkaqet më të thella strukturore që e prodhojnë paqëndrueshmërinë. Kjo nismë ka potencialin të shndrohet në një model të vërtet transformues të ndërtimit të paqes në nivel global. Zotëri, më lodhe me këto që më the. Janë pa vlerë. Gjithçka që lexove është zero. Po pse zero është përgjigjja e Edi Ramës ndaj Trumpit? O gënjen që i thot më ke dërguar ftesë personale, gënjen. Po nuk është personale, është kundrejt Shqipërisë që të bëhet pjesë e bordit të paqes. E lexove vetë që the mua personalisht, e lexove vetë. Po, dakord pra, është tjetër gjë si e shet propagandën e tij ai. Ore, unë të them tekstualisht fjalë për fjalë, ka thënë, ja ka dërguar me emër Edi Ramës, jo, po ta them që të nerë, jo. Shkëlqësia e tij, zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Ka bërë vetë, nuk e dim, atëherë dhe të përgjigjet ose të japë kësaj pyetje të përgjigjet ajo ambasada amerikane në Tiranë. Unë nuk e besoj që presidenti amerikan të ketë bërë një letër të tillë. Është i njëjti Zoti Islami, është i njëjti format që është dërguar liderëve të shteteve të ndryshme në të njëjtin format. Nuk është se Trumpi u ngrit një mëngjes dhe mendoi se do duhet t'i çojë letër Edi Ramës. Është pra atëherë pse na e thoni Edi Ramën aty, pse përmendni? Po sepse është kryeministri i vendit, ai do shkojë atje. Ore zotëri, edhe një herë tjetër, unë e di që aktualisht tani është kryeministër në detyrë, po do qërohet nga kryeministër. Po kur pra, kush do e qëroj? Si do e qëroj? E tham pak më parë. E thash pak më parë. Sa ashtu thoshte edhe Sali Berisha që do vinë ta marrin me helikopter. Edi Rama, Sali Berisha e ka vetë problemet shumë të rënda. Po Edi Rama nuk u ka thënë shqiptarëve pse atë Arben Ahmeta e la edhe iku dhe Linda Ballukun nuk e lëshon. Pse se lëshon? Çfarë ka? Ja pyeteni. Gazetari jeni, i keni tëra, mikrofonët i keni tëra i keni. Po si gazetarë të terenit kemi në Shqipëri, kurse janë zguxojnë ose i fton atje dhe nuk guxojnë t'i thonë zotëri. Pse nuk e lejon ti atë zonjën që të shkojë para drejtësisë? E kam pyetur atë, e kam pyetur. Po edhe. Ai thotë që më krijohet vakum qeveritar se duhet qeverisur vendi. Pse s'ka tjetër njeri që ta zvendësoj atë që ka pas zvendësuar me Matahari, Skupidjari e Athinës? Jo, mor zotëri, jo. Jo, zotëri, jo, mos i hani ato ju. Dhe këtë gjë duhet ja thoni, pse që ka pas, po që se bie të fikët, ose që flak se lafi sot gjë, po vdes Belinda Ballukja, do bjerë, që do bëhet me vakumin? Do plotësohet apo jo? Do plotësohet.
Me këtë tallet ai. Ore tallet me ju që ka përballë, po të ketë mua përballë ja tregoj unë atij se me këtë tallet. Duke lexuar më tej përgjigjen e Edi Ramës ndaj Donald Trumpit, thotë që duket qartë se për të qenë një organizatë e re ndërkombëtare, Bordi i Paqes nuk është konceptuar si një forum tjetër Zotri. Ndaj. Po. Ndrotem. Mos u merr më me Edi Ramën, se nuk do të prononcoj më këtë para asnjë fjalë. Jo, thjesht doja t'ua lexoja. Shiko, Zoti Islami, doja t'ua lexoja për Jo kur ke mua përballë. Dakor. Edhe transmetove ta lexojnë ta dëgjojnë shqiptarët. Unë kam neveri për atë emër e për atë figurë. Dakor, okay, po respektojmë qëndrimin tuaj, po në këtë rast duke mbetur pikërisht ende te kjo temë. A mendoni, për t'ua bërë pyetje edhe një herë, a mendoni se tashmë raportet mes Edi Ramës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në një fazë të re, teksa më parë dukej që ato ishin të ngrira ose kishte një farë pauze apo një farë ngrirje mes tyre? Qa i shkriu? Ja, ftesa. Ore, prapë vetë të ftesa ti. O zotri, nuk është ftesë për Edi Ramën ajo. Është ftesë për shtetin shqiptar. Nuk është për Edi Ramën. Edi Ramën ata se llogarisin fare. Ata se ka njohur zgjedhjet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka njohur zgjedhje zotri. Të 2011-s. Tani të mirë them, të 11 maj, sa ishte ajo. Nuk ti kanë njohur zgjedhjet. Atëherë si do t'i drejtohet ai një njeriu që nuk e njeh zyrtarisht dhe ligjërisht? Mos i thoni këto se publiku kur dëgjon kështu thotë paska ja, e tha dhe ky edhe e paska njohur. Jo zotri, jo. Tani të ndalemi pak tek pjesa që ju e përmendët me të drejtë dhe keni pasur këtë lloj qëndrimi vazhdimisht. Si shpjegohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë theksuar vazhdimisht që Shqipëria të luftojë kartelet e drogës, qeveria e Edi Ramës luftoi krimin organizuar, dhe nga ana tjetër ambasada ka mbajtur qëndrime të prera kundrejt Edi Ramës, edhe në takime që ka bërë me SPAK-un, po ashtu dhe zyrtarë amerikanë që kanë ardhur kanë takuar prokurorët e SPAK-ut dhe jo Edi Ramën, dhe nga ana tjetër vjen kjo ftesë. Në këtë rast, si do veprohet ndaj Edi Ramës? Asnjë lidhje ftesa që i ka ardhur Shqipërisë me veprimet që bën qoftë diplomacia, qoftë shërbimi i drejtësisë në Shqipëri. Fare. Zotri pikërisht Edi Rama e di këtë gjë, siç e theve, që ata i dërgojnë vinë në strukturat e FBI-s dhe të SPAK-ut vinë oficerët të përgatitur amerikan, prokuror dhe hetus, dhe me Edi Ramën nuk komunikon asnjë. Edi Rama këtë gjë di, edhe shikojnë dhe fëmijët. Tani ti mua më thua ka dërguar ftesë Edi Ramës, po mos e ul nivelin të si gazetar një herë, se nuk të shkon, se të njoh, ti di dhe aftësitë dhe mundësitë. Të lutem, nëse nuk ke mundësi dhe trëmesh na censura, mos e bëj. Por mos e përmend. Jo, nuk ka censurë në këtë rast, po. Mos e ul nivelin, për të qenë më e kuptueshme për njerëzit, prandaj. Çfarë do të thuash njerëzve? E kuptueshme, si kuptohet për njerëzit zotri? Duke u thënë që Edi Rama si ka dërguar ftesë Amerika, kjo është e kuptueshme? Jo, më zotri. Kjo është më pa kuptueshme, dhe është më pa drejt dhe më pa sinqert. Si ka dërguar Edi Rama asnjë gjë. Thjesht është reklam, është propagandë që ai bën që nuk e ka për gjë të gënjej, more. E kemi thënë mos gënjeshtar. Është gënjeshtar, është njëri pa skrupull. Zoti Islami, ju mendoni se pjesa e zyrtarëve amerikanë të vizitave të tyre në SPAK, deklaratat e ambasadës amerikane, ky është qëndrimi i vërtet i Amerikës kundrejt Edi Ramës dhe jo ftesa? Tani fole si duhet folur, ja tani e pikës. Këtu jemi dakord bashkë. Ai është qëndrimi amerikan. Fiks ai, qëndrimi i ambasadës dhe i ekspertëve amerikanë që vinë për të ndihmuar dhe për të ndihmuar strukturat e FBI-s dhe të SPAK. Ai është qëndrimi. Të tjerat mi the sa për të ngritur nervat mua, se për gjë tjetër nuk mi the.
Zoti Islami, a mendoni se në 2027-ën Edi Rama do të mundet të organizojë samitin e NATO-s në Shqipëri? Po lemo se nuk e zë datë 1 prill ai, mos le 2027 atje, ai nuk zë 1 prill tani. Po kështu është thënë deri tani që nuk e zë kjo datë, nuk e zë ajo datë, po aty është akoma. Dhe tjetë. Janë 90 ditët që i ka dërguar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kanë përcaktuar afatin. Brenda 90 ditës si Shqipëri do të shërnjoset korrupsioni, koka e korrupsionit, e krimit organizuar dhe e hajdutrisë dhe e spronësimit dhe e vjedhjes së pronave shqiptarëve është Edvin Kristaq Rama. Me bashkëpunëtorët e tij. Cilat janë këto 90 ditë, duke nisur nga sot? Duke nisur nga 1 janari. Pra do të thotë janar, shkurt, mars, merr fund. Në çfarë mënyre? Në çfarë mënyre? Do veproj ligji. Mënyra më e thjeshtë. Do veproj ligji. Dhe jo, i shikoni për ditë që janë vjedhur që është vjedhur aty, janë vjedhur tek incineratorët, janë vjedhur para tek tuneli i Vlorëse, te aeroporti i Vlorëse, te tuneli i Ktenaveriu që miliarda euro janë vjedhur. Amerika nuk i shikon këto, PBI-ja nuk i shikon, BKH-ja nuk i shikon, SPAK-u nuk i shikon, si thoni ju, do t'ja fali të tëra këto Edi Ramës edhe do t'a bëjnë krushk atje te ajo, jo mos zotëri, jo, nuk qëndron ajo punë. Pra ju thoni që në 2027-ën Edi Rama nuk do të mund të jetë kryeministër për të organizuar samitin e NATO-s ku do të jetë i ftuar dhe Trumpi. Kam besimin tek politika amerikane dhe tek veprimet e strukturave të drejtësisë të Amerikës. Nuk e zë 1 prill. Të kam unë.